Procesi I votimit në Shqipëri në ditën e sotme dhe gjithë procesi I zgjedhjeve është në monitorim të theksuar, do të thosha, edhe të mekanizmave ndërkombëtar. Janë 925 vëzhgues të huaj e 30 organizata dhe institucione ndërkombëtare që monitorojnë nga afër gjithë procesin e zgjedhjeve në Shqipëri, standarde demokratike, funksionimi I shtetit ligjor, përfaqësimi lokal e decentralizimi, besimi qytetar në institucione janë disa nga kriteret ndoshta për Shqipërinë që duhet të kapërcej këtë ditë të sotme dhe më pas. Perspektivën evropiane të Shqipërisë pas zgjedhjeve të ditës së sotme do ta diskutojmë me Aleksandër Qipan, gazetar analist I cili është njohës shumë I mirë I zhvillimeve në gjithë këto procese zgjedhore që ka pasur Shqipëria. Sandre, mirëmëngjesi nëse më dëgjon nga Prishtina. Mirëmëngjesi, kënaqësi për mua. Faleminderit. Ju e keni monitoruar edhe fushatën për këto zgjedhje dhe gjithë procesin. Çfarë do të kemi në pas ditës së sotme? Po, përhershmërisht proceset zgjedhore në Shqipëri mbartin sfida për shkak se dy kahet kryesore të politikës zhvillojnë shpesh një fushat me një agresion verbal, me një fushat e cila nuk ka përmbajtje programore dhe doktrinare, por përgjithsisht bazohet mbi stigmat që dy protagonistët kryesor kanë ndaj njëri tjetrit dhe subjekteve politike të tyre. Në procesin e zgjedhjeve të ditës së sotme ka një situatë e cila është atipike, sepse opozita duke qenë në një koalicion të zgjeruar ringrihet pas një krize 3 vjeçare, ku kriza për udhëheqësim politike të saj shkaktoi destrukturimin e opozitës dhe ajo pothuajse në 3 vitet e shkuara qëndroi në infantilitet politik. Për këtë arsye, shumë prej zërave dhe vokacioneve politike të saj mbetën të partikuluara dhe të papërfaqësuara. Dhe këtu kemi parasysh konfliktin e tej zgjatur kohor midis udhëheqësisë së zotit Basha si kryesues I dikushëm I Partisë Demokratike dhe nevojës së zotit Berisha për rikthim pas pasjes së statusit të personit non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Çfarë po doni të thoni, Sandri, në këtë rast, që opozita ka qenë më hendikepuar për të marrë pjesë në këtë garë zgjedhore të 11 majit? Jo, për këtë proces ka qenë shumë më motivuar nga procesi I mëparshëm, ai I vitit 2021. Opozita ka qenë jo vetëm e përgatitur, e strukturuar, por nga ana tjetër edhe me një motiv politik shumë herë më të madh për shkak sepse vetë kryesuesi I politikë I saj zoti Berisha kreu një proces të ringritjes ose rikthimit në krye të kësaj partie. Po, dhe cilat janë pritjet tuaja, pritjet e qytetarëve në Shqipëri pas kësaj dite? Çfarë është perspektiva e Shqipërisë në raport me Bashkimin Evropian, kur pritet edhe një proces integrimi dhe hapa që duhet çojnë deri atje? Po, e vërteta është që kalendari diplomatik dhe kryesisht ai I procesit të integrimeve në Bashkimin Evropian të Shqipërisë ka qenë intensiv dhe ka ndjekur sidomos në vitet e fundit një kurvë pozitive. Vetë partia në pushtet që kryeson kryeministri Edi Rama e vendosi në programin elektoral të saj shtyllën themelore procesin përshpejtues të integrimit të Shqipërisë në BE. Dhe madje këtë e trajtoi si një avantazh në raport me kundërshtarin politik, krejt spektrin e opozitës dhe në mënyrë veçantë atë me zotin Berisha. Dhe në momentin e tanishëm, ky është, le të themi, kazusi kryesor për të cilin lufton Partia Socialiste, duke shndruar këtë në një atut vetvetes dhe jo duke trajtuar si një dimension kombëtar. Këtë përpjekje në programin e Partisë Socialiste ka qenë, domethënë, fokusi për integrim. Po, fokusi për integrimin. Nga ana tjetër, opozita është e vendosur që të trajtojë sipas programit të saj disa avantazhe që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit, që ka qenë një nga pikat më të dobta të qeverisjes, sidomos në mandatin e tretë. Dhe në këtë kuadër, opozita ka ndërtuar edhe një program të detajuar për sa I përket aspekteve ekonomike, duke premtuar madje në mënyrë shpesh edhe të egzageruar përmirësim të skemave të pensioneve, të çështjeve sociale, të trajtimit social kategorive të marginalizuara dhe sidomos atyre në nevojë, dhe për të krijuar një avantazh për sa I përket marrëdhënies
ligjore, duke pretenduar se reforma në drejtësi në Shqipëri që ka pretenduar Partia Socialiste ka qenë një reformë që nuk ka funksionuar në drejtësi dhe nuk ka dhënë drejtësi. Gjithsesi këto kanë qenë. Këto kanë qenë sferat e ballafaqimit elektoral midis kaheve kryesore. Edhe ju shihni disponimin qytetar, sigurisht e keni parë dhe gjatë fushatës, por desha të marrë edhe pak kohë, Sandri, për ndikimet që mund t'i ketë pasur një, si thuhet, projekti SPAK-ut kohëve të fundit për të inspektuar institucionet e caktuara me thekse veçantë sa i përket respektimit të ligjit edhe masave kundër korrupsionit. Mund të kenë efekt në ditën e sot me ajo nisme SPAK-ut? Mendoj që në pikpamje të ushtrimit të presionit dhe drojës ligjore mbi kategoritë kriminale, sidomos ato që zhvillojnë korrupsionin zgjedhor, ngritja e një networku ku është jo vetëm institucioni kryesor i SPAK-ut, por edhe institucioneve të prokurorisë së përgjithshme, policisë së shtetit dhe segmenteve të tjera, ka bërë të mundur që të ndruen segmentet që zakonisht dhe falangat që përdoren në fushata zgjedhore për mitmarrje, korrupsion dhe abuzivizëm zgjedhor. Ndonse, gjatë orëve të mbrëmjes së dieshme, ka pasur akuza nga strukturat e opozitës, pothuajse në disa prej qyteteve kryesore të vendit, për lëvrimin e personave që merren kryesisht me mitdhënie dhe mitmarrje financiare për blerje dhe shitje flok votash. Desha të marrni mendim tëndin, ju keni përcjellë edhe zgjedhjet në Kosovë, ne prej 9 shkurtit nuk i kemi institucionet, sot ka një takim të Kuvendit të Kosovës për të zgjedhur, në përpjekje për zgjedhur kryetarin e Kuvendit. Si e shihni ju këtë ngërç politik institucional në Kosovë? Mendoj që kjo është një krizë uron nga ambicjet që kanë të paktën 3 forcat kryesore për të qenë determinaliste në Kuvendin e ri të Kosovës. Fakti që vetëvendosje ende nuk ja ka dalur të gjejë një partner bashkëqeverisës dhe për të realizuar shumicën parlamentare në Kuvendin e Kosovës, ka përgjegjësinë kryesore për ta zhbllokuar situatën. Dhe do të duhej që të ndërtonte një skem të fitimit të një partneri në mënyrën kapërcyese, qoftë atyre që ne quajmë tabuve për shkak të profileve apo përkatësive politike, po qoftë edhe të së shkuarës në marrëdhëniet politike midis 3 forcave kryesore. Te zgjatja e kësaj krize në Kuvendin e Kosovës, në fakt duhet të llogarisë koston që i shkakton institucionalisht Kosovën. Aq më tepër që konteksti në të cilën ndodhet Kosova është disavantazhuese për vetë Kosovën në raport me partnerën ndërkombëtar, me ndryshimet gjeopolitike dhe lëvizjet sismike që po ndodhin në rendin e ri botëror. Të gjitha këto janë kohumbje për Kosovën dhe sidomos për përgjegjësinë që udhëheqësit politik të saj duhet kenë në raport me sfidat dhe detyrimet e ekzistencializmit shtetëror të Kosovës. Aleksandër Qipa, kënaqësi të bisedojmë gjithmonë bashkë. Faleminderit shumë për kohën që ndohet në këtë ditë të ngarkuar për ju atje në Shqipëri. Uroj të ketë fest pas orës 19 në Shqipëri. Të kaloj kjo ditë të mbarë e qetë. Shumë faleminderit për kohën tënde dhe për gatishmërinë. Gjithë të mirat. Faleminderit. Biseduam me Aleksandër Qipa, të dashur miq, gazetar e analist, njohës i zhvillimeve në Shqipëri e në Kosovë. Ai ka përcjell nga afër gjithë fushatën parazgjedhore në Shqipëri dhe sot do të monitoroj edhe procesin e votimit dhe ndan bashk opinionet e tij rreth procesit të integrimit të Shqipërisë pas ditës sotme të zgjedhjeve, perspektivën evropiane që ka Shqipëria, standarde demokratike që duhet të ndërtoj, funksionimin e shtetit ligjor, përfaqësimin lokal e decentralizimin, sepse Bashkimi Evropian sheh me rëndësi funksionimin efikas të pushtetit lokal, sidomos për menaxhimin e fondeve të ardhshme evropiane, por edhe besimin qytetar në institucione, një pjesëmarrje të lartë e një proces të qetë që duhet të tregojë pikuri politike e rritje të besimit në sistemin demokratik, çka është shumë pozitiv për procesin integrues të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.